Progresi i Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, sundimi i ligjit dhe pavarësia e pushteteve ishin disa nga elementet e prekura në raportin e Këshillit të Bashkimit Evropian. Në dokumentin ku listohen gjetjet për vendet kandidate, Këshilli vlerëson punën e bërë sa i përket drejtësisë. Megjithatë, thekson nevojën e forcimit të kapaciteteve në mënyrë që institucionet të sjellin rezultate më të forta. Këshilli mirëpret rezultatet e mira të arritura tashme nga SPAK dhe gjykatat e tij, përfshirë në çështjet e korrupsionit të nivelit të lartë. Këshilli mirëpret gjithashtu bashkëpunimin e mirë me Bashkimin Evropian dhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit të Shteteve Anëtare, i cili duhet të vazhdojë, përfshirë bashkëpunimin në hetimet financiare. Presidenca Europiane vendos gjithashtu nota pozitive në zbatimin e vazhdueshëm të reformës gjyqësore, ndërsa theksohet nevoja për ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të strukturave. Këshilli thekson rëndësinë e pavarësisë së gjyqësorit, përfshirë strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të forcimit të mëtejshëm të qëndrueshmërisë së sistemit të drejtësisë ndaj ndërhyrjeve të brendshme ose të jashtme. Këshilli rikujton gjithashtu rëndësinë që Shqipëria të sigurojë mbrojtje efektive gjyqësore dhe zbatim të qëndrueshëm të vendimeve të gjykatave. Por jo vetëm drejtësia, një tjetër kërkesë e paraqitur në raportin për Shqipërinë ishte reforma zgjedhore, duke sjellë si shembull mangësitë nga zgjedhjet e 11 majit. Këshilli vëren se zgjedhjet parlamentare të 11 majit të vitit 2025 ishin konkurruese, pavarësisht mangësive të identifikuara të cilat duhen të adresohen. Në këtë kuadër, Këshilli bën thirrje për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore dhe në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit dhe Komisionit të Venecias. Ndërkaq, menaxhimi i territorit, zhvillimi ekonomik dhe politika e jashtme u cilësuan në progrese sipër. Gjithashtu, Këshilli i Bashkimit Evropian theksoi se Shqipëria duhet të vijojë punën sa i përket plotësimit të grup kapitujve, në mënyrë që të përballojë njësoj si vendet anëtare, tregun dhe politikat e Unionit.